180 ciklistë profesionistë nga e gjithë bota do të garojnë në rrugët tona. Nga data 9 deri 11 maj, gara e famshme e ciklizmit Giro d'Italia nis nga Shqipëria për herë të parë në histori. Mbi 200 televizione me transmetime live nga e gjithë bota. Në një tur treditor do të jetë në të gjithë Shqipërinë. 3 pikat kryesore të saj në vendin tonë përfshin Durrësin, Tiranën dhe Vlorën. Giro d'Italia do të vendos vendin tonë në hartën e sporteve dhe emocioneve globale, por gjithashtu do të promovojë edhe bukuritë e Shqipërisë. Po mbajmë shënime sepse Medin Malhani, cilin e kemi në studio, na tregon agjendën e ngjeshur dhe s'dua të harroj asnjë detaj që të kemi mundësi ti përmendim. Është trajneri i skuadrës kombëtare të ciklizmit dhe na nderon sot në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se jeni. Falenderoj për ftesën. Kënaqësi që jeni me ne për të folur pak për Giro d'Italia që ka marrë një vëmendje jashtëzakonisht shumë të madhe. Po lexoja që është ndër të paktat herë që shkon përtej idealist, hera parë që nis në vendin tonë, janë 3 ditë mes Tiranës e deri në Vlorë. Na tregoni pak, e nisim një nga Giro d'Italia për ata që nuk e dinë çfarë është rëndësia dhe pesha e saj. Tashmë ata e kanë bërë traditë këtë gjë. Pra nuk është se është hera parë që dalin jashtë kufive të Italisë, pra është një formë biznesi për ta, sepse kur hyn biznesin mes, paraja mes, ata e shesin domethënë këtë gjë. Dhe unë e kanë traditë, 3 ditët e para gjithmonë i kanë filluar në Danimarkë, për më shumë se 10 vitesh domethënë me radhë. Është filluar në Danimarkë, është filluar në qytete të tjera dhe më së fundi në Shqipëri që është ngjarje e jashtëzakonshme. Sa mirë që e kemi Malhani që të na iluminoj, sepse po lexoja që nuk para ka dalë shpesh nga kufit italian, por ja që tek e morën vesh, po të paktën gjë është pak për e sigurt që është për herë të parë në vendin tonë. Në Shqipëri po. Dhe shpresoj që mos jetë e fundit. Urojmë, po të shohim se si do të shkojë këtë vit. Na tregoni pak çfarë është Giro d'Italia. Është e sigurt që do shkojë shumë mirë, sepse kushtet tona janë përmirësuar. Po flas për infrastrukturën rrugore, mendoj që nuk po them që jemi 100% barabartë me vendet zhvilluar, por jemi shumë afër barazisë në këtë pjesë me vendet e zhvilluara. Ciklistit i duhet thjesht një asfalt i mirë dhe një natyrë e mirë, që Shqipëria i ofron këto. Domethënë kemi diell për më shumë se 9 ose 10 muaj, kohë të ngrohtë, dhe tashmë kemi dhe asfalt të mirë që i duhet sportistëve. Po, a është më rëndësi për ciklistët të garojnë, le të themi kështu, dhe të jenë pjesë e Giro d'Italias, por në Shqipëri çfarë do me thënie ka kjo për ju? A ju vesh me më shumë, ndoshta përgjegjësi? Jo, ne normalisht me organizimin po merret Ministria e Sportit. Përgjegjësia jon është zero, sepse ne nuk jemi fare të implikuar në këtë. Domethënë, siç e fillova bisedën, Giro d'Italia është një biznes i mbyllur. Jo, edhe si ciklist flas, domethënë çfarë rëndësie ka për ju për të qenë pjesë e kësaj gare? Ne po mundohemi që të përfitojmë diçka. Por qëllimi nuk ka qenë ky. Sepse unë jam surprizuar kur e kam marrë vesh që Giro d'Italia po vjen në Shqipëri. Normalisht nuk duhet ishte kështu, sepse ne jemi njerëzit që jemi të përfshirë 100% në sport, më shumë si pasion dhe më pas si profesion, sepse kushtet e Shqipërisë nuk të lejojnë që ti të përfshirë 100% si profesion. Megjithatë, të gjithë po mundohen, kanë filluar të lëvizin, domethënë turistë po vinë, kemi marrë telefonata që kanë dëshirë të provojnë ata së pari, para kompeticionit të provojnë itineraret, sigurisht të provojnë edhe bukuritë natyrore që ka Shqipëria, sepse etapa e parë, për shembull, kalon në një itinerar që është një traditë shumë e vjetër për ciklistët shqiptar, quhet Unaze Kurudhe, është një itinerar për 165 kilometra që ne ndër vite e kemi përdorur për stërvitje. E përshkruajmë pak? Fillon nga qyteti. Nuk janë 3 ditë, janë pak më shumë se 3 ditë, do të jenë 5 ditë, sepse gjithë ekipet do vinë që në datën 5-6 të stacionohen në Tiranë. Në datën 7 bëhet prezantimi i gjithë ekipeve, pra fillon show që në datën 7. Më pas kemi një transfer nga Tirana në Durrës për të filluar etapën e parë në datën 9. Ku do përshkruajnë nga Durrësi, do shkojnë në drejtim të Kavajës, në rrugën nacionale, në Rogozhin, në Bradashesh, që është fshati poshtë malorës së famshme të Qafkrabës, do ngjisin Qafkrabën nga rruga e vjetër, do zbresin në Tiranë, në kryeqytet, në qendër të kryeqytetit, do marrin drejtimin për nga rruga Alidemi e Shkozës, rruga e vjetër, për të ngjitur në Surrel, dhe do kthehen nga rruga e Freskut për të zbritur në qendër. Këtë cirkuit të vogël do ta bëjnë 2 herë për të krijuar një mini stadium për
tifozët për të pasur mundësi të shikojnë dy herë. Pra herën e dytë do vinë për ta mbyllur me finish. Plotësohen dhe kilometrat e nevojshme që është për standardin e tyre, domethënë që plotësohen 165 kilometra si etapë e parë. Etapa e dytë, që është në datën 10, do jetë në qendër të kryeqytetit, më së shumti do frekuentohet Unaza në bulevardin Jeanne d'Arc dhe bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke u ngjitur deri në rrugën e Elbasanit në Sauk. Është një itinerar i shkurtër 16 kilometra, por është garë shpejtësie individuale që gjithsecili do të tregojë më së miri performancën e tij. Gara e tretë do kemi një transfer pastaj nga Tirana në Vlorë, që është në datën 11, fillon në qendër të... Se kemi dhe zgjedhjet. Kjo tani është, ka hapur diskutime të mëdha, sepse ka koinciduar në të njëjtën datë. Normalisht turët e mëdha, unë e kam thënë dhe në emisionet e tjera, kanë një përcaktim datash shumë më herët, sepse sezoni i garave është shumë i ngjeshëm. Po nuk do të ndikoj apo jo? Nuk besoj. Nuk do të ndikoj, kush është tifoz do ketë vëmendjen ke gara. Pastaj shkon dhe voton. Mund të shkojë të votojë. Mund t'i bëj të dyja. Normalisht garat fillojnë gjithmonë në orarin e drekës, pra në orën 12 deri në orën 4-5. Kështu që njerëzit kanë kohë dhe para dite për të votuar, kanë kohë dhe pas dite për të votuar. Orari i drekës përgjithsisht përvoja ka treguar që nuk është se shkojnë shumë të votojnë, o herët në mëngjes ose e lëm për moment fundit. Kështu që megjithatë turistat do jenë të shumë. Po. Më vjen keq që nuk përfshihen aq shumë shqiptarët sa turistat, sepse mendoj që janë të edukuar më shumë se ne në këtë drejtim për ta ndjekur, dhe ndoshta për ata do jetë luftë e madhe për të pozicionuar në vendin e duhur, ku ata e shijojnë më mirë aktivitetin për të parë sa më gjatë. Për shembull, është një pikë shumë e mirë në Qafkrab, ku ti shikon që poshtë ciklistët që vinë deri lart, kur ti ke shumë afër, domethënë. Malani, po, a ka terrene të vështira në të cilat do të kaloni dhe do të garoni? Etapa e parë nuk është e nivelit shumë të vështirë. Megjithëse ka 13 kilometra malore nga Elbasani në drejtim të Tiranës, pastaj 2 herë ngjitja e Surrelit që është diku ke 6-7 kilometra, për ta nuk është e vështirë. Edhe ne do ta përshkruajmë, pra presidenti i federatës ka negociuar me organizatorët që ekipi kombëtar shqiptar të niset një orë përpara tyre, si formë stafete dhe si formë marketingu dhe publiciteti për ciklistat tanë, për vendin tonë. Ne do përshkruajmë të njëjtin itinerar që ata do përshkruajnë, por nuk është e vështirë. Etapa e dytë është e një niveli të vështirë, sepse është llogaraja që do ngjitet, përpara llogaras është qafe Vishës, që konsiderohet është 1,5 kilometër e gjys distancë me një pendencë diku ke 24%, që është relativisht e ndjeshme për sportistët. Megjithatë, ata janë sportistë në një niveli shumë të lartë që itineraret me vështirësi të madhe janë në Itali, në Alpet e Italisë. Kështu që nga i kemi ciklistët, keni ndonjë informacion? Janë sportistë që vinë nga gjithë bota. Nga i kemi më shumë të cili është ndoshta, ku di unë, shteti më i largët nga do të vinë. Ata kanë nga Japonia, kanë nga vendet afër, nga vendet e Europës ka pafund, domethënë nga Slovenia kemi Primož Roglič që është edhe favorit në lidhje me në renditje ndër emrat, se janë diku te 10 emra favorit, është Wout van Aert që është nga Belgjika, që është 6-7 herë kampion në botë në disiplinën e ciklokrosit, domethënë janë emra jashtëzakonisht shumë të famshëm. Janë ekipe me buxhete të pa imagjinuara nga ne. Ekipi më i mirë ka një buxhet 60 milion euro, ekipi më i dobët ka një buxhet 20 milion euro, buxhete vjetore. Domethënë janë shifra të përafërta, sepse askush nuk deklaron. Për të kuptuar dhe rëndësinë. Në fund fare do të ketë një fitues? Patjetër. Si gjithmonë, tradita do finalizohet. Shpresojmë, ne do kishim dëshirë që të ishte edhe ylli i momentit i botës së ciklizmit, që është Tadej Pogačar, por ai ka zgjedhur të garojë në Francë dhe në Spanjë, dhe bashkë me konkurentin e tij që prej 3-4 vitesh luftojnë së bashku, Jonas Vingegaard, që është danez, ai sigurisht do e ndjeki nga mbrapa, dhe ata të dy nuk janë. Gjithë pjesa tjetër është. Do ishte kënaqur edhe në Shqipëri gjithsesi, me këtë ai ka fituar 10 Giron e Italisë, pra nuk është çështje zgjedhje, po është viti i dytë që ai fiton Giron e Italisë, dhe vetëm për këtë arsye tani ka zgjedhur të konkurrojë dhe në Spanjë, sepse Giro d'Italia është një lloj nxemje përpara dhe kampionatit ballkanik që për ju gjithmonë që e kemi në Rumani, në Bukuresht, edhe uroj shumë që të shkëlqeni atje. Alhani, shumë suksese. Faleminderit dhe juve.
Është vërtet kënaqësi edhe faleminderit për gjithë informacionin që përcollët edhe t'ju shkoj sa më mirë. Ky 5 ditësh edhe për ju, por edhe për të gjithë ne që t'jetë një kartolinë e bukur për Shqipërinë. Ndërsa kemi ardhur në fund. Mendoj që do presin 180 ciklistë nga gjithë bota, është dhe jo vetëm dhe një staf shumë i madh që janë pas atyre që mund të jenë mbi 400 persona, domethënë. E sa turiste, sa para do hyjnë në vendin tonë. Do dalim të gjithë me sukses. Mirë, do të ndahemi edhe sot, kemi mbritur kështu në fund, ora është në orën 15 dhe do të shihemi nesër në orën 13:20 bashkë në mes nesh. Mirupafshim. Kalofshi bukur.